Mirëmbrëma të gjithëve, mirë se vini në revistën televizive për mbrëmjen e sotme, kundër lajmet më të rëndësishme do të ndiqni. Majoranca kërkon përjashtimin e Sali Berishës deri në 2 muaj nga punimet e kuvendit. Kërkesa pas deklaratave në drejtim të ambasadorit Gonzato, përgjigjet opozita, kërkesë për të përjashtuar Tauland Ballën për fjalë fyese. Opozita do të nisi protestat kombëtare. Sali Berisha bën publik planin, do të ngrihet një platformë para kryeministrisë dhe podium për të mbajtur fjalime. Të dielën mbahen zgjedhjet e pjesshme për kryetarët e 5 bashkive të vendit. Rama interviston kandidatët të bindur për fitore në të 5 garat. Opozita mbështet kandidatët e pavarur. Berisha do jetë përsëri një farsë elektorale. Mediatruese flasin për një ftohje të marrëdhënieve mes Putinit dhe besnikut të tij Sergej Lavrov. Ministri të jashtëm hiqet disa funksione kyçe, shkak dështimit takimit të Putinit me Trump në Budapest. Një tjetër ekskluzivitet sportiv në radio televizionin shqiptar, emocionet e garave të kupës së botës në ski me konkurimin e skiatores shqiptare Lara Kolturi në ekranet e RTS-s, firmoset marrëveshja. Në ndalemi mëngjesisht e lajmet, ku socialistët dhe demokratët vijojnë përplasjet e tyre për deklaratat ndaj ambasadorit të Bashkimit Evropian Silvio Gonzato. Në emër të grupit parlamentar, Tauland Balla depozitoi kërkesën për masë disiplinore me përjashtim për Sali Berishën, ndërsa Gazmend Bardhi u përgjigj me të njëjtën mënyrë, duke kërkuar përjashtimin e Tauland Ballës. Pozita dhe opozita kanë vijuar edhe të premten për plasjen e tyre. Tauland Balla në emër të grupit parlamentar socialist depozitoi në kuvend kërkesën e paralajmëruar në sallën e kuvendit të njëjtën mbrëma për përjashtimin e Sali Berishës nga komisionet dhe seancat plenare për një periudhë 30 ditore. Këtë incident të rënd diplomatik të sulmit kundër një ambasadori për të kërkuar përjashtimin për 30 ditë të deputetit Sali Berisha. Kërkesa erdhi pas fjalës së kryedemokratit Berisha në kuvend, ndërsa diskutoi ligji për barazinë gjinore dhe përmendej ambasadori i Bashkimit Evropian Gonzato, deklarata për të cilat reagoi edhe komisionera e zgjerimit Marta Kos. Socialistët argumentoi kërkesën me faktin se zoti Berisha ka bërë deklarata publike fyese dhe denigruese ndaj ambasadorit Gonzato. Të njëjtën procedurë ndoqën edhe demokratët, të cilët depozituan të njëjtën kërkesë për përjashtimin e deputetit dhe kreut të grupit socialist Tauland Balla. Në kërkesën e depozituar, ata pretendojnë se Tauland Balla ka përdorur një gjuhë jo parlamentare, fyese, ndërsa fliste për kalendarin dhe programin. Ata pretendojnë se fyerja është e përsëritur dhe kërkojnë përjashtimin e tij për 10 ditë nga punimet e komisioneve dhe në seancat plenare. Si pozita dhe opozita presin nga Komisioni i Etikës marrjen e masave disiplinore për kundërshtarët politik, Sali Berisha dhe Tauland Balla. Opozita do të nisi protesta dhe do të organizojë platforma parlamentare para selisë së kryeministrisë, ku deputetët demokrat do të marrin fjalën. Këto dy nisma u bën të ditura nga kryedemokrati Berisha, i cili tha se protestat do të kenë si synim krijimin e qeverisë teknike, si dhe garanci për zgjedhje të lira. Kërkesa e socialistëve për ta përjashtuar nga punimet e kuvendit për një afat të caktuar për shkeljet e etikës nuk e gjeti pa një plan kryedemokrati Sali Berisha, duke ndjer veten të përjashtuar prej mazhorancës nga punimet parlamentare, ku si kundërthot në 9 seanca plenare, opozitës i është dhënë drejta e debatit në vetëm një seancë, Berisha lançoi aksionin e ri të deputetëve demokrat, atë të zhvendosjes para selisë së kryeministrisë në një platformë ku nuk i cënohet sipas tij diskutimi i projektuar për në parlament. Ne kalojmë në debat me qytetarët. Kjo përbën një hap të domosdoshëm për t'u përgjigj represionit në parlament të opozitës, të pluralizmit, shkelmimit të ligjeve të kushtetutës në funksionimin e këtij institucioni. Kjo iniciativë nuk do thot bojkot parlamentar, në vizon Berisha, në kohën kur disa deputet mund të flasin në platformën e improvizuar para selisë së kryeministrisë, të tjerë ligjvënës do të vijojnë betejën e tyre në seancë plenare, bën me dije kryedemokrati. Por Berisha kërkon edhe nisjen e protestave kombëtare, me kërkesën kryesore, atë të krijimit të qeverisë teknike. Janë kushtrim për qytetarët shqiptarë do një i bindur sa ata do esin sigurt drejt realizimit qëllimeve të tyre.
një qeveri teknike për zgjedhjet e tjera të mëshme. Sa e takon ligjit të barazisë gjinore, opozita tha Berisha do të shfrytëzojë çdo hapësirë kushtetuese, përfshi edhe mbajtjen e referendumit për anulimin e tij. Një ditë para heshtjes zgjedhore për zgjedhjet e pjesshme në 5 bashki të vendit, kryeministri Edi Rama kishte të ftuar në podcastin e tij kandidatët socialist. Në kushtet që zgjedhjet në Tiranë u anuluan nga gjykata kushtetuese, Rama tha se ky është një skandal, pasi qytetarët e Tiranës meritojnë kryebashkiakun e tyre në krye të punëve. Kryeministri Edi Rama rishpreu edhe një herë shqetësimin e prodhuar pas vendimit të gjykatës kushtetuese, i cili anuloi mbajtjen e zgjedhjeve të pjesshme lokale në Bashkinë e Tiranës, duke e cilësuar si skandal mungesën e kryebashkiakut në zgjidhjen e halljeve të qytetarëve. Tirana duhet drejtuar. Tirana nuk mund të jetë një trup pa kokë. Kryeqyteti i Shqipërisë ka nevojë për të zgjedhurën e vetë mbi krye. Kështu që kush ka në dorë ndihmoj në zgjidhjen e këtij ngërçi absurd, duhet kujtohet se përtej të gjitha teorive tjera të konspiracionit, kryeqyteti nuk mund të trajtohet si jetim. Ky është një skandal në vetvete. Është një skandal për cilin qytetarët e Tiranës paguajnë një kosto. Kryeministri tha se nëse Tirana nuk do të ketë zgjedhje deri në vitin 2027, atëherë vendimi duhet të ishte në propocion edhe për masën e sigurisë arres me burg, me të cilën mbahet larg punëve të Tiranës kryebashkiaku Erion Veliaj. Tu jemi përballë një disproporcioni të dyfisht, disproporcionit të mbajtjes tij në qeli në dëm të lirive dhe drejtave kushtetuese të tij si person dhe si i zgjedhur. Qëndrimet kryeministri i shpreu ndërsa kishte të ftuar në podcastin e tij 5 kandidatë socialistë që do të kërkojnë mandat në zgjedhjet e pjesshme të 9 nëntorit në bashkitë e Vlorës, Tepelenës, Beratit, Matit dhe Cerikut. E diela do të jetë një ditë tjetër për qytetin tim, një qytet që e ka treguar veten gjithmonë që ka një kulturë demokratike, një kulturë dhe një përgjegjësi qytetare, dhe këtë ka treguar gjithmonë me fitore të Partisë Socialiste. Investimet që ka bërë Partia Socialiste në gjithë mandatet që ka drejtuar Tepelenën, mendoj që kemi një fitore të thellë ditën e diel. Do votohet bindshëm Partia Socialiste. Njerëzit fillimisht vlerësojnë punën që është bërë në qytet, vlerësojnë investimet, vlerësojnë projektet. Partia Socialiste dhe kandidatit do marrin një rezultat shumë të mirë. Kryebashkia e Cerrikut ka patur vëmendje të shtuar në këto zgjedhje pjesshme nga ju, sepse normalisht është rast historik që ish kryetari i bashkisë është bërë ministër dhe në historinë e kësaj bashkie nuk kanë patur asnjëherë ministër. Një vot për të majtës dhe djathtas do të jetë një vot qytetare. E shtuna është heshtje zgjedhore, ndërsa të dielën votuesit duhet të zgjedhin kryebashkiakët e ri. Në garë për zgjedhjet e 9 nëntorit, kandidatët e pavarur të 5 bashkive të vendit kanë shpalosur programet elektorale. Ata do të mbështeten nga opozita, ndërsa Pavlo Shkarpa, kandidati në Berat, dhe theksin tek një program që në thelb do të ketë edhe promovimin turistik të qytetit. Në garë për zgjedhjet e pjesshme të 9 nëntorit, kandidatët e pavarur të 5 bashkive në vend shpalosin programet elektorale. Pavlo Shkarpa, kandidat në Berat, vëtheksin tek një program që në thelb do të ketë edhe promovimin turistik të qytetit. Kam kontribuar që ky qytet të aderojë në kulturën universale të njerëzimit në UNESCO dhe për këtë bëm një punë të konsiderueshme. Unë vendosa të ndërtoj një program. Programi im është përveç lobimit, është dhe vendosja e 4 shtyllave në vendin e vet. Këto janë arsimi, shkenca, zejtaria, turizmi dhe gjithë trashëgimia që ka qyteti Beratit me Bollak. 2 kandidatët në Vlorë, Dionis Sota dhe Gjergjinika, premtojnë mbështetje financiare dhe gjithashtu dhënien në hovë të turizmit gjatë gjithë vitit. Duke qenë se unë e njoh Vlorën realisht 360 gradë, programi konsiston në ndihmën ekonomike të gjithë shtresave në nevojë, të cilat duhen parë me detaj, me korrektësi dhe me sinqeritet dhe jo thjesht në teori. Jam këtu për mbështetur biznesin e vogël, edhe sidomos atë biznes i cili e ka fokusin në prodhimin e produkteve vendase.
100 ditët e para do të jenë të fokusuara pikërisht duke futur thellë në çdo lagje të qytetit të Vlorës, duke rregulluar komplet të gjithë infrastrukturën e cila konsiston në rrugët, në rigjelbërimin, në krijimin e këndeve dhe parqeve të qytetit të Vlorës. Unë kam një program të qartë për qytetin, kam një program të qartë gjithashtu për gjithë bashkinë e Vlorës, një program ekonomik financiar, e cila është edhe pjesa ime analitike për t'i dhënë më të mirën bashkisë Vlorës, kam një program e burime njerëzore sa më të mira me profesionistë të mirë për t'i dhënë bashkisë ato që meriton. Kam një program në çështjet sociale dhe program në turizmin për ta kthyer Vlorën nga një qytet turistik në 2 mujor për ta kthyer Vlorën në një qytet turistik 6 mujor ose edhe vjeçar. Gabriel Guma, kandidat në Tepelen, garanton rritjen e numrit të turistëve me programin e tij ambicioz në fushën e turizmit. Ne të rinj duhet të ndihemi pra kompetent kur marrim përsipër diçka. Unë do kem marrëdhënie të drejtë për drejta me kryeministrin e Shqipërisë, kushdo qoftë ai. E logjikoj me një formë piramida. Nëse në krye do flisnim për agroturizmin dhe më në krye do flisnim për turizmin, do t'i kthesha njërë bazës. E di shumë mirë çfarë projekte do duheshin për Tepelen për të përmendur dhe shifra 3 milion vizitor në vit. Po, kemi potencial. Ndërkohë që Kryedemokrati ka bindjen që edhe në 9 nëntor do të zhvillohet farsë zgjedhore. Një regjim që spranon votë të lirë është një regjim që do të rrezohet sa më parë. SPAK përfundoi hetimet dhe dërgoi për gjykim 3 persona për shitblerje të votave në qarkun e Lezhës. Prokuroria thotë se në bashkëpunim me njëri tjetrin, Gersi Kaçori, Besnik Uka dhe Artur Jahja u ofruan dhe dhanë shuma monetare për zgjedhjen në bashkinë e Kurbinit në këmbim të votave dhe mbështetje të subjektit politik. Partia Socialiste ata akuzojnë për korrupsion aktiv dhe pasiv në zgjedhjet e 11 majit. Kryetari i Bashkisë së Tiranës Erion Velia reagoi pas vendimit të gjykatës kushtetuese që vendosi rrëzimin e shkarkimit të tij nga detyra, duke cilësuar se një fitore për qytetarët e Tiranës dhe votës së lirë ai shtoi se do të kërkojë që të mos pengohet në ushtrimin e detyrës. Erion Velia i ka reaguar për herë të parë pas vendimit të gjykatës kushtetuese. Në një postim në rrjetet sociale, Velia e shikon vendimin që e ktheu në detyrë si fitore për votën e lirë dhe demokracinë. Sipas tij, ky vendim nuk ishte për të, por për qytetarët e Tiranës. Vendimi i gjykatës kushtetuese nuk ishte një vendim për të më kthyer mandatin mua, po për t'u kthyer atyre që i përket popullit të Tiranës. Ky nuk është një vendim për një njeri, por për demokracinë shqiptare, për votën e lirë dhe për çdo qytetar që beson se pushteti buron nga populli dhe i përket atij. Velia i paralajmëron se do të nisë betejën për të ushtruar mandatin që i kanë besuar qytetarët e Tiranës. Unë do të bëj çdo gjë që është në dorën time, që puna të vijojë dhe do të kërkoj pa u ndalur që të mos pengohem në ushtrimin e mandatit që më keni besuar. Pak ditë më herët, gjykata kushtetuese vendosi të rikthejë në detyrë kryebashkiakun e Tiranës me 5 vota pro dhe 3 kundër. Policia e shtetit do të ketë strukturë të re. Drejtuesit e Digasterit Blu po prezantojnë edhe te bashkëpunëtorët ndërkombëtar këtë strukturë, e cila pritet që të ketë disa risi. Drejtoria e përgjithshme e Policisë së Shtetit prej ditësh ka nisur konsultimet e brendshme për strukturën e re të Digasterit Blu. Ndonë se asnjë detaj nuk është bërë i ditur për mediat zyrtarisht, të dhënat nga brenda organizatës me mbi 12.000 efektiv bëjnë të ditur se struktura e re drejtuese pritet të sjellë ndryshime të rëndësishme në mënyrën e organizimit dhe shpërndarjes së kompetencave. Sipas këtij dokumenti që shihni në ekran, parashikohet që Policia e Shtetit të ketë 6 departamente kryesore: Policinë Kriminale, Kufirin, Marrëdhëniet Ndërkombëtare, rendin dhe sigurin, shërbimet mbështetëse dhe teknologjinë e informacionit. Po sipas të dhënave nga grupi i punës, çdo departament do të përbëhet nga disa drejtori të brendshme, por ajo që bie në sy është fuqizimi i dukshëm i departamentit të policisë kriminale, i cili do të marrë më shumë kompetenca në krahasim me strukturën aktuale. Departamenti i ri do të quhet Departamenti për hetimin e krimit të organizuar dhe krimet e rënda dhe do të përbëhet nga 7 drejtori: hetimi i narkotikëve dhe trafiqeve, hetimi i krimeve ekonomike dhe financiare, hetimi i krimeve të rënda, forca e posaçme operacionale, emergjenca dhe arkivat kriminale, hetimi i krimit kibernetik dhe drejtoria Europol. Pritet të shfuqizohet drejtoria e krimit të organizuar pasi ka mbivendosje me drejtorinë antidrogës. Ajo çka mund të konsiderohet risi është vendosja e drejtorisë Europol në varësinë e policisë kriminale. Gjatë së njëjtës, drejtori i përgjithshëm i Policisë së Shtetit Ilir Proda këtë strukturë u prezantoi edhe drejtuesve të programeve dhe projekteve që asistojnë Policinë e Shtetit dhe oficerëve policor ndërlidhës të atashuar në vendin tonë.
IKMT-ja shëmbi me eksploziv 3 vila të ndërtuara pa leje në zonën e Saukut në Tiranë. Ky ishte momenti i shembjes së 3 objekteve të ndërtuara pa leje në Fark. Operacionin e ndoqi edhe Ministria e Brendshme Albana Koçiu, e cila tha se çdo ndërtim pa leje apo te kalimi i saj do të ndëshkohet me gjop, kallëzim penal dhe shembje të menjëhershme. Ajo theksoi se do të ndëshkohen edhe zyrtarët, të cilët nuk përmbushin detyrën dhe lejojnë abuzuesit me territorin të ndërtojnë në kapërcim të lejes së dhënë. Kontrollet kanë treguar se abuzimet me territorin nuk janë vetëm çështje individësh që ndërtojnë pa leje, por shpesh lidhen edhe me mos përmbushje të detyrës nga ana e punojësve publik. Askush nuk do të mbrohet nga pozicioni që mban kur bëhet fjalë për zbatimin e ligjit. Prandaj masat po shtrihen në çdo nivel përgjegjësie. Shfrytëzimi i çdo metri katror më shumë nga ajo që është lejuar do të penalizohet rënd me gjop, ndjekje penale dhe prishje të menjëhershme. Por operacionin reagoi edhe kryeministri Edi Rama, i cili përmes një statusi në rrjetet sociale tha se nuk mund të ndërtohen vila të shtrenjta për qëllime fitimi në dëm të ligjit e në kurrizë të komunitetit. Ai theksoi se operacioni nuk do të ndalet askund dhe përballë askujt deri kur asnjë të mos e mendoj fare më se mund të ndërtojë metra katror pa leje. Operacioni së premtes u realizua nga Inspektorati Kombëtar i Mbrojtjes së Territorit dhe Policia e Shtetit. Nga data 1 janare viti 2026 do të shtrihen efektet e paqes fiskale, detajet i dha kryeministri Edi Rama. Faljet të detyrimeve tatimore të papaguara më shumë se 10 vite nga bizneset, fshirje 50% të detyrimeve të akumuluara në 5 deri në 10 vitet e fundit, si dhe faljet të gjobave dhe kamatvonesave nëse paguhet tatimi, tarifa dhe kontributi për të njëjtën periudhë. Këto janë disa nga pikat e paqes fiskale të lajmëruar nga kryeministri Edi Rama. Çfarë jam zotuar e konsideroj minimumin e borxhit moral të Partisë Socialiste ndaj shqiptarëve. Paketa fiskale e parashikuar qysh në buxhetin e vitit të ardhshëm do të hap një kapitull të ri mes sipërmarrjes dhe administratës tatimore. Paqja fiskale do të ofrohet një falje për të gjithë sipërmarrjet me detyrime të prapambetura. Fshirje plot e detyrimeve tatimore të papaguara që i përkasin periudhave më të hershme se 10 vite. Këta jemi ne, ky jam unë, kjo është Partia Socialiste e Shqipërisë. Kryeministri sqaron se një tjetër hapësirë që do të ofrohet bizneseve është ajo e lidhjes së marrëveshjeve, duke pranuar të rrisin me 18% fitimin e tatueshëm, ndërsa gjatë periudhës sa do të shtrihej efektet paqja fiskale, nuk do të ketë kontrolle tatimore të lidhura me tatimin mbi fitimin. Kryeministri Rama kujtoi skeptikëve se socialistët po e ndërmarrin paqen fiskale edhe pse nuk janë në vit zgjedhor. Teknologjia dhe inovacioni do jenë në qendër të transformimit të bujqësisë së vendit. Në panelin Click Expo Group, zëvendës ministri Jau Pllari theksoi se digitalizimi dhe sistemi i ri kontrollit ushqimor do ta bëjnë Shqipërinë më konkurruese në tregun evropian. Shqipëria po hyn në një fazë të ri transformimi në sektorin bujqësor, ku digitalizimi dhe teknologjia do të jenë në vëmendjen e qeverisë shqiptare me rritjen e konkurrueshmërisë dhe sigurisë ushqimore. Në panairin e mbajtur gjatë panairit Click Expo Group mbi sigurinë ushqimore, zëvendës ministri i bujqësisë Arjan Jau Pllari deklaroi se vendi ndodhet në një transformim total në sektorin bujqësor, duke synuar përdorimin e teknologjisë si mjet për të qenë konkurrues në tregun evropian. Siguria ushqimore në fund fare është ajo që detyrimi jonë, është mision i Ministrisë Bujqësisë. Nuk është një detyrim thjesht, po është një mision. Ditën e përballave me ushqimin. Dhe për ditë themi mandarina doli me pesticide, kjo na doli me mbetje mbi normat, qumshi me aflatoksin. A duket sikur jemi në një amulli totale, nuk është kështu. Atëherë ne duhet ndryshojmë perceptimin. Edhe si bëhet kjo? Me teknologji. Duhet ta gjurmojmë në të gjitha hallkat e zinxhirit të prodhimit. Drejtoresha e Agjencisë së Inovacionit, Ledi Imeraj, theksoi rëndësinë e nxitjes së inovacionit në Shqipëri dhe në administratën publike, si kusht për integrimin në Bashkimin Evropian. Inovacioni e ka mundësitë që të na çojë neve aty ku kemi nevojë të shkojmë dhe duhet të shkojmë.
Përfaqësuesi i Autoritetit Kombëtar të Ushqimit Ylka Allaraj prezantoi sistemin e ri të alarmit për kontrollin e produkteve ushqimore në të gjithë vendin. Ne kemi një sistem digital ku operatorët e biznesit ushqimor online aplikojnë për një etiket të një produkti ushqimor që ai do ta hedhë në treg. Kapitulli 12 mbi sigurinë ushqimore u vlerësua si hap i domosdoshëm për rritjen e qëndrueshmërisë ekonomike dhe për shpejtimin e rrugës drejt integrimit evropian. SBA dhe Europa Qendrore dhe Jugore u bën bashkë në Athinë për të minimizuar impaktin e gazit rus në Europë. Shqipëria u përfaqësua në këtë takim nga zëvendës kryeministrja Belinda Balluku. Përfaqësues të Departamentit të Energjisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Bashkimit Evropian dhe veçanërisht vendeve të Europës Qendrore e Jugore u mblodhën në Athinë në takimin e 6 të partneritetit për bashkëpunimin transatlantik në energji. Fokusi ishte siguria energjetike, bashkëpunimi transatlantik dhe bashkërëndimin e shteteve për të minimizuar impaktin e gazit rus në Evropë. Shqipëria u përfaqësua nga Ministra e Infrastrukturës dhe Energjisë, e cila prezantoi projektin e linjës së interkoneksionit në New York nga brigjet e Shqipërisë drejt Italisë. Shqipëria synon brenda vitit 2030 të kthehet nga një vend importues në një vend eksportues neto, si dhe të ndajë me ta planet e rëndësishme të interkoneksionit, ku përfshihet jo vetëm korridori 8 energjetik, por dhe korridori i quajtur lindje-perëndim, që shtrihet mes Rumanisë, Bullgarisë, Maqedonisë Veriut, Shqipërisë dhe Italisë. Ndërtimi i linjës së interkoneksionit në New York nga brigjet e Shqipërisë drejt Italisë është konsideruar nga të pranishmit si një investim i domosdoshëm për sigurinë energjetike të Europës juglindore. Athina zyrtare nënshkroi një marrëveshje të rëndësishme për hapjen e dyreve europiane ndaj gazit të lëngshëm amerikan, duke e kthyer rajonin në një pikë strategjike me rëndësi etike për gjeopolitikën. Anulimi i takimit mes Trump dhe Putin në Hungari duke se ka shkaktuar tensione në Kremlin. Mediat ruse flasin për ftohje të marrëdhënieve mes presidentit dhe ministrit të jashtëm Lavrov. Mediat ruse flasin për ftohje të marrëdhënieve mes Vladimir Putinit dhe besnikut të tij Sergej Lavrov. The Moscow Times shkruan se ministri i jashtëm e ka humbur mbështetjen në Kremlin pas dështimit të përgatitjeve për një summit mes Vladimir Putin dhe Donald Trump, duke i referuar burimeve të brendshme. Ajo thotë se pas një telefonate të tensionuar me sekretarin amerikan të shtetit Marco Rubio, që përfundoi me anulimin e takimit të planifikuar në Budapest, Lavrov është larguar nga disa funksione kyçe. Rubio dyshohet se ka këshilluar presidentin amerikan të anulojë summitin, ndërsa më njëherë pas kësaj, Washingtoni vendosi sanksione të reja ndaj kompanive ruse Rosneft dhe Lukoil, të parat që nga rikthimi Trump në shtëpinë e bardhë. Mediat ruse citojnë se Lavrov, 76 vjeç, nuk mori pjesë në mbledhjen e Këshillit të Sigurisë më 5 nëntor, ku Putin diskutoi mundësinë e rinisjes së testeve bërthamore të ndaluara që nga viti 1990. Gazeta Komersant raportoi se mungesa e tij ishte e koordinuar, por ai ishte i vetmi antar i përhershëm që nuk mori pjesë. Për më tepër, Lavrov është zëvendësuar si drejtuesi i delegacionit rus në samitin e G20-s, detyrë që tani i është besuar ndihmësit presidencial Maksim Oreshkin, konfirmoi zëdhënësi Dmitri Peskov. Putini vet nuk do të udhtojë në Afrikën e Jugut për shkak të urdhët të arrestit të gjykatës ndërkombëtare penale. Në Prishtinë ka nisur edicioni i 3 i Festivalit të Këngës në RTK. Spektakli që synon të ndërtoj ura mes brezave të muzikës shqiptare transmetohet drejt për së drejti në RTK, ndërsa në Shqipëri transmetohet drejt për së drejti në RTS2 dhe Radio Tirana 1. Në mbrëmjen e 6 nëntorit u çel edicioni i 3 i Festivalit të Këngës në RTK. Një nga ngjarjet më të rëndësishme muzikore në Kosovë, që këtë vit sjell trinet me emocione, prurje të reja dhe artistë të talentuar nga mbar trojet shqiptare. Spektakli u hap me interpretimin magjepsës të korit Separantum, që solli Këngëmoj të kompozitorit Musa Piperku, duke krijuar një atmosferë të ngrohtë dhe emocionuese. Moderatorët Rina Krasniqi dhe Dukajgjin Podrimaj e udhëhoqën mbrëmjen me elegancë, ndërsa publiku mirëpriti me entuziazëm rikthimin e shumë emrave të dashur të muzikës. Këtë vit, në garja 20 këngëtare grupe të përzgjedhur nga një juri profesioniste, ku 40% e pjesëmarrësve janë nga Shqipëria, duke e bërë festivalin një bashkimi kulturor mes dy vendeve. Nata e parë solli emocione dhe zhanre të ndryshme, nga baladat e deri te ritmet bashkëkohore pop e rock.
Të ftuarit special të mbrëmjes ishin Eneda Tarifa dhe Vjetori, fituesi i edicionit të kaluar, ndërsa netët në vijim do të sjellin surpriza artist vendas e ndërkombëtar, si dhe një finale ku do të shpallen 10 finalistët dhe fituesit e 3 çmimeve të mëdha, por edhe një çmim special. Edicioni si vjetëm synon të ndërtoj një urmë mes brezave, duke ruajtur trashëgiminë e festivaleve ikonike si Akordet e Kosovës dhe Bum, e njëkohësisht duke sjellë një frymë të re në muzikën shqiptare. Festivali i këngës në Radio Televizionin e Kosovës transmetohet drejt për drejt në Radio Televizionin e Kosovës, ndërsa në Shqipëri në RTS2 dhe Radio Tirana 1. Radio Televizioni Shqiptar siguron një tjetër ekskluzivitet sportiv, bëhet fjalë për garat e Kupës së Botës në ski. Të gjithë do të kenë mundësi të ndjekin emocionet e konkurimit të seaktores shqiptare Lara Kulturi me shpresën për të sjellë përsëri medalje për Shqipërinë. Të premten u firmos dhe marrëveshja e këtij ekskluziviteti midis drejtoreshës RTS-s Eni Vasili dhe presidentit të Federatës së Skive Elvis Toçi. Radio Televizioni Shqiptar siguron të drejtat e transmetimit të Kupës së Botës në ski, duke shtuar një tjetër event madhor në buqetën e kompeticioneve sportive që ofron për publikun. Në ambientet e panairit Klik Expo Group, aty ku RTS është media partner dhe ka stendën e saj, drejtoresha e përgjithshme e Radio Televizionit Shqiptar, Eni Vasili, firmosi kontratën e bashkëpunimit me presidentin e Federatës Shqiptare të Skive, Elvis Toçi, duke vullosur një bashkëpunim të suksesshëm që zgjeron gamën e transmetimeve sportive në rrjetin publik shqiptar. Kupa e Botës në ski sjell për shikuesit dhe kombëtaren kuqezi të skive, me Lara Kulturin, që garon për Shqipërinë duke u renditur në shkallët më të larta në rang botror. Pasion, rivalitet dhe jo vetëm sport, por dhe kulturë sportive, me promovimin e një disipline që po fiton gjithnjë më tepër popularitet në vendin ton. Shqiptarët do të kenë mundësi të ndjekin në çdo etapë të Kupës së Botës emocionet e një gare të veçantë, fal vizionit strategjik të ringritjes së Radio Televizionit Shqiptar, aty ku i takon. Presidenti i Federatës Shqiptare të Skive, Elvis Toçi, u shpreh me superlativa për arritjen e kësaj marrëveshjeje. Një kontratë ekskluzive unë shkruaj sot me Televizionin Shqiptar, është arritja më e madhe ndoshta për ne si Federatë e Skive, që bashkëpunojmë me Televizionin Publik Shqiptar, sepse për herë të parë do të vi Shqip një emocion i jashtëzakonshëm që fal Lara Kulturit, Shqipëria ka arritur maja dhe ky emocion duhet transmetohet në çdo shtëpi të shqiptarëve dhe kjo bëhet e mundur fal Televizionit Shqiptar. Jemi shumë krenar që u arrit kjo marrëveshje dhe natyrisht është efekti i këtij bashkëpunimit sotëm mendoj të jetë në vite, sepse ky sport nëpërmjet televizionit dhe këtij rrjeti publik do ta bëj këtë sport më të famshëm dhe shqiptarët do ta përqafojnë. Ky partneritet shënon një tjetër hap të rëndësishëm në pasurimin e programeve sportive të transmetuesit publik, duke sjell për të gjithë shqiptarët një nga ngjarjet më të mëdha të sporteve dimërore. Ndërkohë që RTS gëzon dhe ekskluzivitetin e lorave olimpike dimërore Milano Cortina 2026. Me këtë lajm erdhëm në fund të revistës televizive, por qëndrojmë me ne, kalojmë në hapësirë me reklama, rikthehemi me temën e ditës, do flasim për zgjedhjet e pjesëme lokale që do mbahen ditën e diel, do kemi të ftuar kandidatin e Partisë Socialiste për Bashkinë e Cerrikut në zgjedhjet e të dielës, Florence Doka. Qëndrojmë me ne, kthehemi vetëm pas pak.